refuzimi që i bën dje votimit të rezolutës për genocidin serb ishte akt i pashemullt në radh parë në rrafshin njerëzor, sepse e them këtu, për çdo njeri të qytetruar, midis të gjitha krimeve, është genocidi, i cili në kualifikimet e tij, në rastin konkret, ka vrasjen e qytetarëve të pafajshëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike. Këtyre përfaqësuesve të partisë Krimi në parlament, këtyre zonjave aty që janë nëna, motra, u them se nuk arri kur ta kuptoj. Ku e gjetët ju forcën për të qëndruar të ngurta ndaj sakrificës jetës të 1400 fëmijëve që u vranë barbarisht vetëm se ishin fëmijë shqiptarë. Unë nuk po marr për ata tje, po i marr zonja, deputetët. Unë iftoj ato të shkojnë në Prishtinë. Aty ka një muze për këta fëmijë. Ta vizitojnë atë muze. Aty do të gjejnë mira palë këpucë që përfaqësojnë ata fëmijë se veshin do të më kurrë. Dhe do kujtohen ndoshta, si nëna, si motra, se çdo të thotë të tregohesh e ngurë dhe pa shpirt para një krimi të tillë monstruos. Më shkujtuar dje një skenë e një romanit Victor Hugoit. Në vitin 93, forcat e Republikës dhe forcat rojaliste, përkatësisht në rastin konkret Nip dhe Xhaxha, luftuar në një kështjell. Generali u përkiste rojalistëve. Nipi u udhëhiqte forcat e revolucionit. Kështjella mori flak, zjarr. Por në kështjell një grua revolucionare kishte vendosur fëmijën e vet, djepin. Generali u kujtue që fëmija në djep po digjej. Dhe u kthye nga pylli, ku kishte liri. Dinte hyrjen sekrete të kështjellës. Hyri në kështjellë dhe doli me djepin në krah. U dorëzua. E thot Hugoi, edhe ky. Lantenak quaj ky. U përkull para ati agimi që quhet fëmijëria, pafajësia që quhet fëmijëria, kurse deputetët dje imagjinoni ministret. Nuk po flas për burrat, se ata janë e kuptoni vetë, shumica e tyre kuptoni s'janë. Nuk gjeten forcë dhe kurajo të qëndronin, të nderonin fëmijët, 1400 fëmijë të vrarë, vetëm se ishin fëmijë shqiptarë. Akt të tillë në muret e Kostë Parlamentit do të shkruhet me gërma të zeza, si akt më armiqësor i Parlamentit ndaj kombit shqiptar. Kjo mund të them.
unë e them këtu, përshëndes veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për lëvizjen e tyre, në të gjithë djenin time, ndjekjen time, nuk kam parë mirë absolute asnjë fakt që të provojnë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik me vonë të Kosovës. Asnjë. Kjo është e vërteta. Dhe unë uroj me zemër që ajo gjykat të shpall pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vendin e tyre. Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. E kuptoni ju? E kuptoni ju? Do bëj patriot kush? Kush? Njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandar Vučići. Po. Unë ju them ju, 36 marrëveshje ishin firmosur gjë në fund të vitit 2013. Edi Rama mori përsipër projektet e Beogradit për ndarjen e Kosovës dhe ndryshimin e kufive. Me një seri takimesh të fshehta. Edi Rama, për qëllimet e tyre abdetare, është histori i pari që paditi kryeministrin detyrë të Kosovës, se mbronte interesat e qytetarëve të tij. Edi Rama, bashkë me Vučićin, i cili se fshihte se Serbia do bëhet më e madhe me ato që do marrë në Kosovë. Nuk e fshihta, e kishte të hapur. Punoj me të gjitha forcat për ndarjen dhe shpërbërjen e pavarësisë Kosovës. A ju kujtohet ju slogani i tij për Mitrovicën dhe veriun e Kosovës, toka e askujt. Reminiscencë kjo e atyre qarqeve antishqiptare që sa herë donin të ndajnë dhe të coptojnë trojet shqiptare, nxirrin teorinë e tokës askujt. As Milošević se kishte thënë, as Milošević se kishte thënë të toka e askujt, Edi Rama e thot toka e askujt.